Pas datës 5 mars në 5 maj. Pas datës 5 mars, sot jemi në 6 mars. Dhe nuk është përmbushur kriteri prej 60 ditësh. Nëse votimi i tretë, vetëm në rast se mrrim të votimi i tretë, nëse votimi i tretë nuk është zhvilluar sipas nenit 86 paragrafi 6, por kanë kaluar 60 ditë, nga fillimi i procedurës shpërndarja e kuvendit mund të mbështetet në nenin 82 paragrafi 3. Nëse nuk është zhvilluar votimi i tretë, sipas nenit 86 paragrafi 6 dhe njëkohësisht nuk kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i procedurës sipas nenit 82 paragrafi 3, atëherë nuk ekziston baza kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit. Në një situatë të këtillë, dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues, sepse kompetenca për shpërndarjen e kuvendit mund të ushtrohet vetëm në rastet e paracaktuara shprehimisht nga kushtetuta. Andaj, të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, kjo përbën edhe një tjetër lëndë për gjykatën kushtetuese. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisi mbar e mirë si gjithnjë. Mirë po, ajo që më duhet të pranoj, se na u pamundësua, është një seancë e kuvendit për sot pasdite. Në orën 14 ka qenë planifikuar që kuvendi të mbajë edhe një seancë në të cilën do të ratifikoheshin disa marrëveshje ndërkombëtare në të mirë të vendit. Më lejoni ti përmend ato në mënyrë të përmbledhur. Një marrëveshje me Berghin, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, në vlerë prej 50 milion euro për eficiencë të energjisë dhe izolim termik të ndërtesave. Ka qenë rend të ditës për seancën e kuvendit në ora 14 sot, por nuk është mbajtur. Një marrëveshje tjetër me Berghin në vlerë prej 25 milion euro për ndërtimin e impjantit të ujrave të zeza në Podujev. Edhe kjo është dashur të ratifikohet sot. Pastaj, me Bankën Evropiane për Investime, kemi marrëveshjen për ndërtimin e parkut me panele solare në Kek në vlerë prej 33 milion euro, projekt ky tejet i nevojshëm për rritjen e kapaciteteve gjeneruese të energjisë elektrike. Marrëveshje tjetër për të ratifikuar sot ishte edhe ajo me Fondin Saudit për zhvillim, e cila parashet 13 milion euro shtesë për përfundimin e zgjerimit të rrugës Prishtinë-Mitrovic, tejet e nevojshme, sidomos tani që punët kishin marrë një dinamik të shtuar. Pra ishin marrëveshje ndërkombëtare me rreth 121 milion euro vlerë, të cilat dedikohen për projekte të rëndësishme jetike për qytetarët tanë. Me rastin e shpërndarjes së kuvendit, pamundsohet realizimi i këtyre projekteve dhe përfitimi i 121 milion eurove për qytetarët e Kosovës. Të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, unë më herët kam pa gatishmëri për zgjedhje, por nuk kam pa zell për zgjedhje, treja, të përsëritura. Tash po shoh edhe zell për zgjedhje, treja, të përsëritura, të cilët do të na marrin kohë më shumë, do të mund të jenë zgjedhje, nuk do shoh qysh tash se qysh do të mund të jenë edhe zgjidhje, për shkak se bëhet fjalë për kvorumin prej 80 deputetëve në sallë që duhet të asigurojmë bashkërisht të gjithë. Nuk mund presim që fillojmë zgjedhjet e reja në fushata të përsëritura, ku tash duhet të themi që unë i marr 80 deputet s'paku. Pra, nuk është çështja të 61-shi, është çështja të 80-shi, që i bie 2/3. Dhe në këtë situatë unë nuk besoj që zgjedhjet e përsëritura janë zgjidhje e re. Përkundrazi, do të ketë një lloj vazhdimi të agonisë legjislative, institucionale në përgjithësi, që është e panevojshme përveç se e padrejtë. Dhe s'paku zgjedhjet do të kushtojnë 10 milion euro. Vështirë të nxjerrë edhe me i palë zgjedhje tjera pa 10 milion euro. Për ta përsëritur rezultatin. Mund të ketë ndonjë lëvizje të vogël, po nuk shoh diferencat mëdha. Prandaj, po e presim